Kjo grua hëngri mandarina për një muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e befasoi. Mandarinat, një frut nga më të pëlqyerit dhe më të kërkuarit gjatë gjithë stinës, mund të ofrojë shumë përfitime për organizmin. Antioksidantët që gjenden te mandarinat ulin kolesterolin e keq dhe largojnë radikalet e lira të organizmit. Shumë të pasur me fiber, mandarinat stimulojnë edhe rënien në mënyrë të lehtë nga pesha. Sipas informacioneve të Wellside, nëse konsumoni mandarina rregullisht, tensioni juaj i gjakut do të jetë më i ekuilibruar. Vitamina C të ky frut plot shije lufton të ftohtin, gripin dhe forcon imunitetin. Vitamina C është e mirë për përthithjen e ekurit. Konsumi mandarinave ose ushqimeve të tjera të pasur me vitaminën C, ndërsa keni ngrënë produkte me përmbajtje të lartë të ekurit, rrit mjaft thithjen e këtij minerali nga organizmi juaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Konsumi i mandarinave është një nga metodat më të mëdha natyrore për të mbrojtur zemrën tuaj nga dëmet dhe për të minimizuar rrezikun e sasive të larta të kolesterolit në trup, dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj sigurisht që do t'i jap një sër elementësh pozitiv. Konsumi i mandarinave do të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër kolesterolit. Mandarinat si agrume shmangin dëmtimet oksiduese brenda arterieve tuaja dhe riparojnë elasticitetin e enëve të gjakut. Të gjitha agrumet janë mirëbërëse për zemrën. Gjithashtu ekspertët cilësojnë se mandarinat janë një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj, gjithmonë duke ndikuar pozitivisht në vlerat e mira të trupit. Konsumi i mandarinave është gjithashtu një mënyrë e shkëlqyer për të marrë edhe elementët pozitiv në mbrojtjen e shëndetit. Ato kanë reputacion për të qenë të ëmbla sa portokalli dhe kjo i bën ato një ëmbëlsues të shijshëm dhe të shëndetshëm. Si çdo agrume, mandarinat kanë një bollëk të vitaminës C. Ato gjithashtu kanë sasi të moderuar të vitaminës A. Me 100 gram mandarina ju do të siguroni afërsisht 14% të marrjes rekomanduar ditore të vitaminës A. Falë vitaminës A dhe vitaminës C, mandarina ndihmojnë trupin të luftojë inflamacionet, pasi përmbajnë një sasi të madhe të antioksidantëve. Ato ndihmojnë sistemin imunitar të gjejë dhe më pas të shkatërrojë organizmat e dëmshëm dhe në këtë mënyrë na lejon të mbrohemi nga gripi. Vitamina C është gjithashtu një burim i mirë i antioksidantëve që është i mirë për qarkullimin dhe mbron shëndetin e zemrës. Kaliumi, i cili gjendet te mandarinat, është gjithashtu i mirë për qarkullimin e gjakut sepse zgjeron enët e gjakut. Prandaj nuk duhet të teproni me kaliumin, mjaftojnë 2 ose 3 mandarina çdo ditë. Janë raportuar edhe përfitime të tjera shëndetësore të konsumit të mandarinave. Mandarinat përmbajnë superflavonoide dhe antioksidantë të quajtur tangeretin. Superflavonoidet kanë treguar edhe vlera të mira ushqyese në luftën kundër një sër komplikacionesh, dhe përfshirja e këtij fruti në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv në rritjen e vetive të mbrojtëse të organizmit. Mandarinat janë të pasura me fibra, vitamina, antioksidantë të dobishëm për shëndetin dhe linjat, ja cilat janë përfitimet që sjell në organizmin tuaj konsumi i rregullt i këtij fruti, sipas Eating Well. Të shijshme dhe të sezonit, mandarinat në vjesht janë një recetë e vërtetë për shëndetin dhe bukurinë. Ato janë një burim i shkëlqyer i vlerave, kryejnë veprime mbrojtëse për shëndetin dhe për trupin. Ato sjellin gjithashtu antioksidantë të fuqishëm që kundërveprojnë me radikalet e lira, ndikojnë në mospllakjen e qelizave dhe rritjen e përfitimeve të organizmit tuaj në tërësi. Për më tepër, mandarinat mbrojnë organizmin. Një tjetër e mirë është se ato mund të përfshihen lehtë në dietën tuaj. Mandarinat, si portokalli dhe varietetet e tjera të agrumeve, sigurojnë nivele të mira të pektinës, një fibër e tretshme që lufton dhe sulmet e papritura të urisë. Për më tepër, ato kryejnë edhe veprime të mira prebiotike. Pektina lehtëson zorrën dhe promovon edhe rritjen e bakterieve të mira të domosdoshme për mbajtjen e trupit në formë dhe gjithashtu edhe më të shëndetshme. Ndaj konsumi i këtij fruti në dietën tuaj mund t'japë rezultate fantastike kundër këtyre shqetësimeve. Por tregoni kujdes me sasinë. Mandarinat sjellin rreth 72 kalori për 100 gram dhe janë një frut shumë i sheqerosur.
Ato sigurojnë gjithashtu edhe sheqerna të thjeshta që asimilohen lehtësisht nga trupi. Ideale është të i konsumoni ato edhe në mëngjes ose si një mezet lehtë midis një vakti dhe një tjetri në mënyrë që të mos rrezikoheni të mbusheni me shumë sheqer dhe me shumë kalori. Nëse konsumoni mandarina gjatë këtij sezoni, do të keni më shumë energji dhe do të mbroheni më lehtë nga i ftohti. Ato sjellin në organizëm një aleat në funksionet e duhura të sistemit tuaj nervor. Ato janë të pasura me kalium dhe magnez. Përveç kësaj ato do të sigurojnë vitamina B, duke përfshirë vitaminën B1, B3, B6, gjithashtu dhe B9, të cilat janë shumë të domosdoshme edhe për luftën kundër lodhjes mendore, fizike dhe për të rritur gjithashtu më shumë energjinë tuaj trupore. Duke konsumuar mandarina do të dukeni më të rinj. Mandarinat kanë vlera të mira kundër plakjes, janë një burim shumë i mirë i antioksidantëve dhe mbi të gjitha, ato janë të pasura me vitaminë C, të dobishme për prodhimin e kolagjenit, proteina e cila është e përbërë nga lëkura, kocka, tendina, muskuj dhe gjithashtu edhe thonjtë tuaj. Fal veprimeve të tyre kundër plakjes, bllokon veprime të dëmshme të radikaleve të lira dhe kundërvepron me stresin oksidativ, përgjegjës gjithashtu edhe për plakjen e parakohshme. Mandarinat do të ofrojnë të keni më pak toksina në trupin tuaj. Mandarinat kanë veprime të mira detoksifikuese. Ato i sigurojnë organizmit tuaj më shumë element të fibrës, të domosdoshme këto për të ndihmuar në eliminimin e toksinave dhe substancave të mbeturinave që mund të shkaktojnë edhe shqetësime të mëdha në organizmin tuaj. Nëse konsumoni mandarina do të vini re rezultate më të mira sportive. Siguroj një larmi të gjerë të mineraleve duke përfshirë këtu edhe element të kaliumit dhe magnezit, të dobishme këto në luftimin e ngërçeve dhe muskujve dhe kalciumit, i cili është i vlefshëm për shëndetin e kockave dhe të nyjeve tuaja. Përfshirja e tyre në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të rrizë performancën e organizmit tuaj. Gjithashtu falë pranisë së lartë të vitaminës C, mandarina do të forcojnë mbrojtjen dhe do të kundërveprojnë kundër shfaqjes dhe dhimbjeve të komplikacioneve në shëndet. Gjithashtu ato janë një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të fytit dhe çrregullimeve sezonale. Ndaj përfshirja e këtij fruti në dietën tuaj do të jetë një aleat i mirë në dobi të shëndetit tuaj. Mandarinat janë fruti i dytë më i madh i agrumeve të kultivuara pas portokallit. Janë të pasura me ujë dhe të mbushura gjithashtu me vitaminën C edhe me antioksidant shumë të vlefshëm për organizmin tuaj në tërësi. Ato janë të mbushura gjithashtu edhe me burime të mira të vitaminave dhe mineraleve, të tilla si kaliumi dhe vitaminat të kompleksit B. Pos shijes mbreslënse të tyre ato i sjellin edhe dobi të mëdha edhe në aspektin shëndetësor, parandalojnë gjithashtu edhe probleme të ndryshme të organizmit. Mandarinat janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, lëndë ushqyese që padyshim janë të nevojshme për organizmin tonë të shëndetshëm. Po ashtu, mandarinat janë një nga burimet më të mira të qëndrueshme të beta-karotenit, antioksidantë që konvertohen gjithashtu në vitaminën A dhe gjenden përpos ngjyrës edhe të portokallit, gjithashtu edhe të frutat e tjera të agrumeve. Për më tepër, mandarina do të sigurojë nivele të mira të kaliumit, vitamina dhe kompleksit B. Gjithashtu do të sigurojnë vitaminën B1, vitaminën B3 dhe vitaminën B9. Mandarinat janë të pasura me antioksidant, shumë të vlefshëm këto për mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Antioksidantët do të mbrojnë trupin tuaj dhe do të neutralizojnë efektet e dëmshme të stresit oksidativ i cili shkaktohet nga akumulimi i problemeve të radikaleve të lira. Këto molekula të dëmshme mund të jenë të vështira për zhvillimin e kushteve kronike si sëmundjet e zemrës, artriti dhe komplikacionet e shëndetit. Mandarina duke përfshirë edhe lëvozhgat e tyre janë një burim i pasur i antioksidantëve si vitamina C dhe beta-karoten, flavonoide dhe element të tjerë ushqyes. Koncepti antioksidant i vitaminës C është i njohur për efektet e saj të dobishme në lëkurë dhe në zemër. Vëmendje.
Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.